Pranvera e ka gjetur Elbasanin të veshur me ngjyrat e lule diellit dhe me atmosferën festive të ditës së verës. Në çdo rrugicë të qytetit ndihet aroma e ballokumeve, simboli i kësaj feste të dashur për elbasanasit. Qyteti po përgatitet të presë mijëra vizitorë nga gjithë Shqipëria dhe më gjerë, me një program të pasur aktivitetesh kulturore, koncerte festive dhe panajire me produkte tradicionale. Risia e këtij viti janë shtëpizat prej drurit vendosura në qendër të qytetit, secila prej tyre prezanton resurset, traditat dhe potencialet e zonave që përfaqëson, duke krijuar një hapësirë të veçantë promovimi për prodhimet dhe kulturën lokale. Elbasani këtë vit, në datën 1 mars, e ka gjetur qytetin kaq bukur siç ju e shihni, lule diell kudo. Dielli ka ardhur në Elbasan dhe ne po bëhemi gati bashkë me shërbimet publike që të zbukurojmë çdo cep të qytetit, sepse këtë vit pritshmëritë janë shumë të larta si për ne, po edhe për mijëra vizitorë që do të vizitojnë Elbasan. Shtëpizat që ju shihni këtu janë shtëpizat të cilat do të sjellin së pari turizmin, kulturën, kemi shtëpizën e gjinarit turistik, kemi shtëpizën e zonës së Shirgjanit me shportën bio që ajo i servir qytetarëve të Elbasanit, dhe shumë biznese të cilat janë biznese lokale të certifikuara dhe na bëjnë kaq krenar. Pushteti vendor ka konceptuar që i gjithë muaj mars të jetë i mbushur me aktivitete të larmishme. Programi nis me aktivitete për fëmijë, koncerte artistike, panajire gatimesh tradicionale, ekspozita dhe shumë surpriza të tjera kulturore. Qëllimi është vetëm një, që Elbasani të mirëpresë sa më shumë turistë dhe vizitorë gjatë gjithë muajit. Këtë vit kalendari i aktiviteteve nis nga data 1 mars deri në datë 31 mars. Ne çdo ditë do të sjellim aktivitete për qytetarët, por edhe për vizitorët. Sigurisht aktivitetet në javën e parë nga data 1 mars kanë startuar që dje. Fillojnë me cicërimat e zogjve të vegjël që ne i quajmë, janë kopshtet e qytetit që do të na kënaqin me performancat që ato kanë përgatitur. Do të vazhdojmë me shkollat, do të kemi panajire të ndryshme si ballakumes i artizanëve, por gjithashtu do doja të theksoja që këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, ne do të kemi 4 koncerte të mëdha me këngëtarë të mirënjohur shqiptar të showbizit, emra të mëdhenj, të cilët do të sjellin një gëzim për të rinjt, por jo vetëm. Edhe pse tashmë është kthyer në një festë kombëtare, Dita e Verës nuk mund të festohet askund si në vendlindjen e saj, në Elbasan, qytetin ku kjo traditë shekullore vazhdon të jetojë me të njëjtin entuziazëm dhe ngrohtësi.